Sot më ka ardhur një personalitet nga Tirana, pas presidentit, Madhi Akin. Shumë faleminderit. Erdhi në Korçë, ka 2 ditë, tha do të vi të vizitoj, të pim një kafe. Tha se bëri shaka, por ja ku është tani, erdhi, e vizitoi dhe motrën e pa. Të falenderoj nga zemra. Ilir, të falenderoj unë edhe të falenderoj për mikpritjen, për dashurinë që na dhe. Unë jam këtu bashkë me bashkëshortën time që është përballë me, ju nuk e shihni, po realisht jam i prekur nga dashuria e Ilirit. Dashuria e tij jo vetëm për të vërtetën që ai beson, jo vetëm për kauzat që ai mbron, jo vetëm për qenurin demokrat dhe i djathtë, siç edhe ai pëlqen që ta njohin, dhe për trimërimin e tij, kudo që fjalët që ai i ndan pa kompromis dhe i beson në mënyrë autentike, siç ai di të besojë dhe siç ai di të komunikojë të vërteta dhe të ndajë madje edhe me turmat e njerëzve. Por sot kam gjetë një Ilir të vërtet, sikundërisht çdo ditë në fakt, për ata që e njohin. Një Ilir i cili ka vendosur të dojë deri në sublimen, të kujdeset për një motër të smur prej kaq vitesh, të ndaj nga jeta e tij dashurinë e tij, për kujdesjen e vet. I kam amanet nga prindrit. Natyrisht që amanet është i shenjtë, por jetojmë në një botë që fatkeqësisht njerëzit kërkojnë të zgjedhin gjërat e lehta të jetës. Dashuria hera herës është një çmim i lartë për t'u paguar. Është një çmim që lidhet me marrjen e barrës së dikujt që ti do, me përkushtimin, me përgjegjësimarrjen. E natyrisht kjo nuk do të mund të realizojë pa një grua kaq të bekuar si Genta, bashkëshortja e Ilirit, që janë të dy së bashku një power couple, pra thënë shqip një skuadër e pathyeshme, dhe në modestinë dhe thjeshtësinë e familjes tyre, dhe dashurinë e tyre me ne, me mua dhe bashkëshortën time. Pra unë erdha për t'u lutur sot për bekuar familjen e tyre dhe për ndar një mesazh inkurajimi dhe nxitje për këtë familje, për të vijuar udhëtimin e tyre me shpresë edhe me gëzim përballë sfidave. Por natyrisht edhe këto të mira që vendosën të ndanin me ne janë shumë domethënëse. Shumë domethënëse, ndërkohë që shumica e shqiptarëve nuk i presin me njerëzit në shtëpinë e tyre, po i presin kafe, sepse kur ti fton dikën në shtëpi, ti e bën veten tënde të cënushëm, i tregon tjetrit si ti jeton, i tregon tjetrit me çfarë jeton, si ti ndan dashurinë tënde për njerëzit tënd të çmuar, e bën tjetrin pjesë familjes tënde. Dhe më lejo të falenderoj përpara gjithë miqve tu dhe miqve tanë që na ndjekin në komunikimin ton online, që mbi çdo gjë tjetër, unë tek ty kam gjetur njeriu të cilin fatkeqësisht në këtë botë ne kemi braktisur. Ja kush njeriu. Përpara se të jetë demokrati, përpara se të jetë i djathti, i cili qëndron për të vërtetat që ai beson, Iliri është njeriu. Njeriu me integritet që do bashkëshorten, njeriu me dashuri të madhe që çmon të shenjtë me amanetin e prindërve të tij për të kujdesur për një motër të smur, që neve besojmë me gjithë zemër që nga sot e tutje në vim do të bëhet mirë, dhe Entela na ka premtuar që do të ngrihet edhe do të bëjë të gjitha përpjekjet e saj për ta sfiduar betejën e saj jetësore. Por mbi të gjitha, Ilir, Zoti nuk e ka praktikosur, Zoti është këtu, ai është me ju dhe së bashku do të qëndrojmë. Të falenderoj me shpirt dhe me zemër. Edhe Gjonatanit i uroj me shpirt edhe me zemër, inshallah dalë faqe mbarë. Lufta është e vështirë, po gjithmonë të vështirat e kishte djalin, domethënë më ka bërë përshtypje. U bë Gjonatani sebebi nëpërmjet atij podcasti, por unë falenderoj Zotin, edhe Gjonatanin du ta falenderoj sot, që nëpërmjet tij unë kam gjetur një mik, kam gjetur dikë i cili më ka inkurajuar mua më shumë base se sa unë do ta inkurajoj atë këtë ditë. Nuk kam fjalë, bekime e vlerësoj shumë ardhin tënde. Shumë. Falenderoj shumë edhe domethënë ndjem vërtet, domethënë e vlerësoj. Ti jam mirënjohës, ai i çmuar Zoti mbar gjithë fëmijët në keq dhe
Djalin inshallah, mbarësi. Falenderoj shumë. Dhe janë shumë njerëz që të duan në Shqipëri, jo vetëm në Korçë, por në Shqipëri unë vura re në Tiranë se si përshëndesin njerëzit dhe si shikojnë njerëzit në Tiranë. Por shive, jeta njerëzore, çfarë është në fund ditës? Është një përzierje e madhe. Përzierje dhe dashurie, dhimbje, nevojash të ndryshme, sfidash, por me besimin tek Zoti dhe duke u përballur me dashuri, me gjithë ato sfida që kemi, duke dashur Zotin dhe njerëzit, besoj që do t'ja dalin. Besoj që kjo gara e Gjonathanit është gara e tij e parë elektorale, edhe unë jam shumë i inkurajuar nga betejë e tij që është duke bërë në Tiranë. Nuk është e lehtë, nuk është një garë. Sa është ai? Po. Nuk është një garë e lehtë elektorale, por besoj që më shumë se çdo gjë tjetër kemi fituar shumë miq, shumë qytetarë, shumë familje në Tiranë për të vijuar udhëtimin tonë për një garë shumë të gjatë se sa thjesht gara e një dite apo një muaji. Por lutem për fitoren e koalicionit opozitar edhe të Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Amin. Amin. Kjo është kryesore domethënë, që të shpëtojmë nga ajo është amë Satan. Në fakt, nëse mendoni për të votuar një parti anti-Zot, anti-familje dhe anti-njeri, është pikërisht partia që na ka qeverisur për këto 12 vjet. Ka ardhur koha që disa atletar, disa burra dhe gra të Shqipërisë, që duan Shqipërinë, e duan familjen, e duan lirinë, mbi të gjitha dhe duan Zotin, të qëndrojnë dhe të luftojnë për ta përmbysur këtë sistem oligarkik dhe për ta çliruar Shqipërinë nga ky regjim i cili dita ditës po zbon shqiptarët nga Shqipëria dhe po largon shpresën së bashku me ta. Kështu i lutemi vërtet realisht për një fitore të opozitës, për një kthim të vlerës tek njeriu, tek liria, tek Zoti dhe tek familja. Unë të falenderoj jashtëmase, shumë faleminderit. Ishte vizitë bërsense. Shumë edhe për ne, edhe për mua dhe për Linda.